Televotimi për 6 prej jush, Loredanën, Jozin, Danjën, Gertën, Eglin dhe Gjesti, ishte me pyetjen zgjidh finalistin. 2 më të votuarit e këtij televotimi do të shkojnë në finale, të tjerët do të lënë shtëpinë posonte. Dhe i pari që eliminohet në një radhë të pacaktuar është Më duhet ju them që për çdo emër që do të lexoj sonte që del nga shtëpia, jam thellësisht i keqardhur sepse do doja t'ju kisha të gjithëve në finale, keni qenë yje mbi yjet. Nuk shkon në finale. Danja. Danja, më vjen keq. Faleminderit. Të pres në studio. Patjetër. Hajde një shpejt. Që përqafoj, që puk. Rozi mos harro. Jo. Adele tek Stormi. Po, ato labelon, të luta. Po, e di. Mos harro. Se dia i ka mirë. Ai do ta marr në dorë direkt. Po mirë duke. Hajde këtu. Mirë pafshi. Do si kemi jashtë, Roziton, sukseset një paslishme, të jeti. Gjithë mirë aty. Mirë, kam shumë kam qanë. Hajde Stiqi. Ai do të vite për Danja. Bravo Danja! Do si kemi jashtë. Danja. Hajde. Ju dua shumë, fitoft më i miri. Sa nga ju do i takoj se do vini, kështu që sepse jo në parë. Marrim në shtëpi Okej, ndërkohë që Danja mbyll derën e kuqe dhe lë shtëpinë, Rozana, të lutem futu brenda. Rozana, shkojmë në shtëpi. Rozi. Derën, Okej, mbyllim lidhjen me shtëpinë. Ndërkohë kishte ca buzëqeshje në studio mes Amberit edhe Livjas, që po thoshin doli Barbie e shtëpisë. Ti e bërë si Sirena e vogël sot, si quhet ai kartoni. Ja, aty e ke. Kur hyr ajrën e dytë, duke parë disa banor që ishin të kërcënuar, dhe më thotë Danja që me termin që unë tani jam lojtare dhe ti bëre pushimet edhe erdhe dhe i thash ti vetëm këtu ke luer buzët edhe ke fjet gjumë. Dhe e cilësova me emrin Barbie i shtëpisë. Okej, Rizarta, ti e ke jetuar pak më tepër Danjën, besoj shumë më tepër se Amberi, dhe uroj nuk ke këtë mendim që vetëm ka lyer buzët. Jo, mendoj që Danja ka përcjell mirësi, edukat, inteligjencë, këtë e ka përcjell. Rriti tash, inaçore. Po, edhe të përcjellësh bukurinë nuk është gjë e keqe asnjëherë. Edhe të përcjellësh bukurinë nuk është gjë e keqe asnjëherë. Edhe një të përcjellësh bukurinë. Bukuri, po. Si sa dhe Amber, nuk është gjë e keqe asnjëherë. Se shumë vajza janë gjykuar aty, e të përfshirë dhe mua, nuk është gjë e keqe asnjëherë. Po edhe kjo, mon, shi si vjen kjo në prajmë, edhe thot vetëm ka lyer buzët. Lediono, nuk thash... Hajde të vjen si Kelly, hajde, nuk thash Shreku, thash Barbie. Shreku është gjë tjetër dhe Barbie është gjë tjetër. Po Barbie pra gjykohet o Amber. Jo, Barbie është e bukur.
Shifet. Se dio, Aldo, si e mendon? E ke parë këtë Barbie-n e fundit, se ky Barbie i fundit u tentua të ishte i qiksi i thellë si film. Po tani, besoj, po t'i thuash dikujt Barbie, unë nuk e di, më ndihmoni juve, po t'i thuash një gocë Barbie, a është një term për ta ulur, unë kështu e di. Ja. Jo, Budallaqe, tash mos bëni hipokrite goca. Thoni Barbie, se doni të thoni që është e bukur, po s'ka tru që Danja nuk është rasti dhe dili vërtet si inaçore. Dakor? Merrni mikrofon, ha. Po, e gjithë filozofia e filmit Barbie kjo ishte. Është për ta ulur pra. Patjetër. Për ta zvogluar. Unë mendoj që Danja ka qenë shumë dinjitoze për pjesën më të madhe të Big Brotherit, mendoj që çdoi pak kur filloi të mos mbante qendrim ndaj Rozanës. Po, në përgjithësi mendimi im është që Big Brother i saj është i suksesshëm. Okej, kaloja pak mikrofonin Livia, se duke shumë acaruar nga se nuk donin ta ulin. Jo, sepse nuk ishte absolutisht në mënyrë për ta ul. Unë sot kur hyna në studio dhe mua më thanë si Barbie, unë nuk e mora për këtë. Edhe unë nuk besoj që ju donit që të uli Danjën, nuk bendoj atë. Jo. Ki parasysh që Amber thaj që vetëm ka lyer buzët aty. Dhe kur i thua pra edhe Barbie, edhe vetëm ka lyer buzët, do me... Si the? Më flisë me mikrofon, ja kemi gjithë to mikrofona, mi përdorni, ju lutem. Për lyerjen e buzëve e kam thënë edhe brenda, nuk e thash vetëm këtu. Po, ti je në rregull pra, këtë po them, po. Jo, sigurisht një Danja në krahasim me lojtarë të tjerë mund të duket sikur ka lyer vetëm buzët, por prap unë nga jashtë kur e kam pasi domos to kohë të fundit unë e kam vlerësuar si vajza, më thon kam marrë qendrimin e saj dhe ishte super okay. Mund mbani me qesh mënyra se si tha Amber, sepse pas në një minutë tha, "Ua, doli Barbie." Po se si e tha me shkriogazit. Edhe Barbin sonte e kemi këtu në studio, zonja dhe zotrin, një nga bjondet më jo bjonde brenda shtëpisë Big Brother VIP, Danja! Shonë që e ke shumë të vështirë të postanin. Eja. Si jeni? Atëre, tash në hyrje një nga bjondet, se ti e gjatë duhet ta ngrim këtë kundër. Po, do të lutesh, a? Jo, s'ngrihet. S'ka gjë, ulem aty, mos e vit mendin. Kjo nuk është shenjë e mirë, domethënë. Jo, s'ka problem. S'ngrihet, mo. S'ka problem. Hajde, do bishta ngresh. Kam problemi prioriteti. Si jeni ti? Si do ta lejmë gozën shumë? Bravo, ja. Teni. Ja, strika. Është okay, s'ka problem. Në rregull. Shiko, pritet ndihmoj unë të je shumë e gjatë o Danja. Lëre ashtu. Ka Jo fat. aq i gjatë. Jo daç. Ulu tani. Ashtu. Ajo mirë që po rri edhe aq. Si jeni juve? Ne jemi shumë mirë. Për cjellin. Po shumë mirë. Edhe un kam përcjellur, po. Po e vërtetë është kjo. Tash që je një nga bjondet më jo bjonde brenda asaj shtëpie, sepse tregon, domethënë theve këtë mitin e bjondeve. Pavarësisht se ka prej ish banorëve që mendojnë që shumicën e gjërave që ke bërë aty brenda ishin sipërfaqësore, ka gjithashtu prej nesh që mendojnë që jo, nuk është kjo, ke krijuar volumin tënd narrativa aty brenda. Si ishte për ty Big Brotheri? Ku qëllove dhe ku mungove? Besoj që kam munguar shpesh. Jo më kot. Shpesh edhe kam ulëritur, kur kam thënë se në raste të caktuara nuk kam dashur të bëhem pjesë apo të përfshihem në situata të caktuara. E di shumë mirë që aty ke munguar, për jush, po, kam munguar. E ke bërë gabim? Disa për jush, unë nuk pendohem për asnjë gjë që kam bërë në shtëpi. Kam bërë çdo gjë që më ka ardhur natyrshëm. Disa prej banorëve, faleminderit shumë. Disa prej banorëve, po jam e bindur që edhe publiku jashtë mund ta ketë parë si një rast snobizmi, që kjo goca që unë jam nivelin e oltë. Nuk është kështu, unë jam një vajzë shumë e thjeshtë për gjithë ata që më njohin. Besoj që një formë të thjeshtësisht time kam treguar dhe brenda, por të tillë kam natyrën, nuk përfshihem në situata të caktuara, madje kur më është thënë herët e fundit që ti do të kapësh një situatë, sepse je në ditët e fundit të lojës, vetëm
për të mos e bërë këtë, kam thënë Danja, lëre. A është mirë, është keq? Këtë nuk di ta them. Unë si produksion jam e bindur që keni pritur më shumë, keni kërkuar më shumë, njerëzit që unë janë, pra njerëzit e zemrës kanë kërkuar më shumë nga unë këtë e di shumë mirë, por gjithsesi, siç thash, çdo gjë që kam bërë natyrshëm, voilà. Për gjëra tjera, për stisje apo për një Danja që nuk është, nuk do rria asnjë ditë më shumë. Para se sa të shohim klipin të Ndaljo, tha diçka shumë interesante, që një prej gjërave, që ti mbase do të mësosh kur të dalësh, një prej gjërave që mund të ketë penalizuar disi ka qenë fakti që për një kohë nuk arrite dot që ti mbaje qëndrim Rozanës, pra të tregoje një forcë karakteri dhe thoje që në debatin e famshëm e të kokrave, që në aty, pra pastaj gjërat si kur u rregulluan rrugës edhe ajo mali si kur u ngjit disi. Aldo, na i ka thënë këto edhe më herët. Ti parasysh ka avantazhin që ka parë dhe nga jashtë tani, kështu që nuk e vë dyshim atë moment, por Rozi ka një natyrë që të vjen kështu të afrohet, nëse bën debat, vjen të afrohet jo me një batut, me një situatë, me një gjë. Me të drejtën, shpesh ne kemi rënë dakord për situatat caktuara në shtëpi. Kështu që unë do bëhesha totalisht hipokrite, nuk e kam natyrë, dhe pse Aldo më ka akuzuar si hipokrite, nuk e kam natyrë, nuk kam qenë e tillë. Çfarë kam menduar që duhet ja them Rozit, ja kam thënë edhe pa u lëritur kohët e fundit. Qimen e gjunë nuk ke patur, dhe gjithashtu e ke shijuar shumë këtë përvojë. Më duhet ta them, shohim momentet më të bukura të Danjës. Ma thuj ku vllai ma, këtu. Zakonisht më shuajnë për të pjekur, po më ka përcolluar komplet si eksperiencë. Aq shumë ka pjek. I kalova gjithë të ditë. Qa shijova më shumë ty? Për të drejta kam qeshur shumë. Ke pasor Jolanda. Kam ardhur për atë që më takon. Format është një format që t'jep shumë, t'jep emocione. Dashuria zgjidh çdo gjë. Isha shumë e lumtur që ishe këtu. Ke di që të shumë. Qesh më shumë dhe luaj me gjithë forcën e mendjes, të dua. Ju dua shumë. Bravo Danja. Mëngjes Ba, Fitosh, mëngjes Ona, mëngjes Eldora, mëngjes Tila, ma shumë madhe për ju. Gjithë ditë kam qarë, gjithë ditë. Ti përfaqëson vajzat ambicioze të frikshme. Salaço cirku nuk jam. Njeri që do veten e vet, nuk lejon të manipulohet, nuk e lejon atë gjë. Ka njerëz atje jashtë thon bravo i qoftë. Do të ndjelje për dorë. Ti je vajzë keqe, ti ktheje ti andaj pa i bërë gjë. Ikme si te rezultatet. Qëndroj fjalët tuaja. Nuk të vinte keq nëse nuk do shkoja në finale. Zotit nuk i merret asgjë me zor. Rozin kam qeshur. Njerëzit jashtë e marrin seriozisht. Thën fat. Është e frikshme. Frikshme sa vonë. Mërshme. Të duar e dim nga Danja jote. Besni, njeriu është kur shikon që i kthehet ajo që je. Ti thot ai djalë, unë ndjej për ty, është tas në xhep. Ma ke vjedhur zemrën ti për mua je shpëtim. Sa të kam dashur ty. E bukura për çdo kënd që del nga këtu, është pasi del nga këtu. Eksperienca që nuk do e harroj kurrë, derisa të del, asnjëherë.
Më në fund më hyn në punë kjo Shamia që mbaj gjithmonë në xhep. Such a gentleman. Unë kam një pyetje edhe një koment për Danjën, nuk e di cilën bëj përpara. Këtë duash ti, këtë do shpirti jot. Shife bëj. Po mi po e nis me pyetjen. Tani Danja Ledioni, të duket më i bukur nga shtëpia apo këtu live? Ore, Gjo, mua Ledioni shtëpia, më më thuaj dukur nga gjithmonë i bukur, se unë po si pate syt blu, më falin të gjithë, syt blu edhe kështu çik si bjot, nuk je i bukur. Imagjino se duket arbëri ty. Do me thonë nga shtëpia apo live? Live? Live e më i bukur Ledioni. Live, okay. Live një kokë rrylli. Gropshit. U shtopshin komplimentat. Danja, mendoj që Big Brother i jut ishte vërtet i suksesshëm. Të kam vlerësuar shumë për gjithë elegancën, të kam vlerësuar për mençurinë, për bukurinë, për çdo gjë të mirë që ke sjell në këtë përvojë. Mendoj objektivisht që ti nuk ke asgjë më pak se vajzat që janë ende në shtëpi, por ty finalen tënde ta ka humbur pikërisht muhabeti i kokrave, që nuk e ditur të mbash qëndrimin që duhet mbaje, dhe je sonte këtu dhe ato vajzat vazhdojnë në rrugtimin drejt finales. Është okay. Faleminderit ty. Ke qenë fantastike. Arbër, Danja, unë mendoj që ti ke dalë mirë nga ky program, i treguar shpeshherë racionale, e përmbajtur. Unë fakt pata një farkoj ku fillova të shikoja tek ti që u ndeze për të bërë atë debate për përshpitën, pëlqeu ajo pjesë, po vetëm se e kishe çik me shkëputje. Domethënë nuk i vijoje ato debatet. Të ta them se unë përgjithsisht e them nuk e nisim prap nga fillimi, e prap nga fillimi. Po mirë, ti e kuptove që aty Loredana ka 100 ditë për shembull, s'e nda me ngjall në botë, s'e nda. S'jam Loredana, Tani përpara se të të bëj pa diskutim. Përpara se të bëj pyetjen, doja të thoja që ki kujdes kur komenton burrat martum, se ka ardhur kohë e keqe. Ka ardhur shumë kohë e keqe. Për zotin ka ardhur kohë e keqe, ngjomu. Shiko, unë besoj njerëzit më kanë njohur pak shumë dhe pse më nxorën si përdoruese djemsha tjem, kanë njohur që nuk s'jam nga. po jo, mizera. Jam thjesht e vërtet. Jam thjesht e vërtet si bën. Shumë faleminderit, keni qenë shumë të mirë. Edhe zëri juaj ka qenë shumë ndihmë për ne. Dhe gjithmonë është një zë i ngrohtë, pa diskutim edhe zëri jot Ledion. Zë i dashur. Një zë, po një zë. Sidomos i Ledion. Sot se po bëhet i çik kështu Ledion. Po bëhet të Kam xhan, po nuk. Gaslighting time, të dy gaslighters. Po, zëri juaj kryesisht është një zë ndërlidhës. Ja, po nga të tre ne kush ishte zëri më i veçantë? Ama Vërtet. Leta si armë sa e di. Bëhet pyetje mos ma për gocën si. Okej, mirë. Pyetja. Shumë. Pyetja është, kë do ti ta fitoj Big Brother? Këtë dua unë? Po. Unë do të them kush mendoj që do e fitoj. Jo. Po, këtë do, Po, jo, do tani? nuk e them dot këtë dua, se në këmbështrimin tim, secili nga ata aty, patjetër fitoria vjen me rrezik. Jam një vajzë me këmbëtokë. A jam, politikisht korrekt tani, një njeri, kë do ti ta fitoj? Po, tani do ta kthej përgjigjen. Nuk do doja ta fitonte asnjë nga ata aty. Kjo është përgjigja ime. Në rast se do përgjigjen kush mendon që do ta fitoj, këtë mund të ta Pse jap. rob të mirë janë ato? Ta fitoj Unë një shiko, këtë ma thua, këtë rob të mirë, unë nuk, patjetër që janë rob të mirë, po unë kam jetuar me ta. Gjysmë nga ti. Po mi me një ndaje njëri Për këta të dy, çfarë mendimi? Atëherë kush mendon se e fiton? Kush mendoj që do ta fitoj Gjesti, prej kohësh nuk kam qenë kaq kot Arbër. Ma dhe përgjigje unë trogullova dhe stolin. Atëherë, do ta them se mendoj që do ta fitoj Gjesti. Gjesti nuk e vën diskutim fare që nuk e mori përsipër asnjëherë tjetë shembull, sepse tek e fundit është përgjithësi kjo dhe nuk kishte pse ta merrte përsipër. Është një format reality, kështu që ai ishte i vërtet me gjithë me të mirat dhe me të këqijat e veta, por ka bërë një lojë, siç e kemi thënë të gjithë, unike, ka qenë shumë i zellshëm në situata të caktuara, Qartë. me të gjithë Qiko, hot dhe jot. unë jam i lumtur që ti hyre si ëngjëll dhe dole si ëngjëll nga kjo Faleminderit përvojë. shumë. Nuk ishte qëllimi, po nuk dik dot nga
kratë tu, nuk je dot kratë. Edhe një herë duar trofitja për Danjën. Faleminderit, sidomos, do e them edhe këtë, faleminderit sidomos për stafin tuaj, produksioni, fantastik. Fantastik. Një zë i ëmbël para se të flinim gjumë edhe shumë faleminderit. E vlerësoj shumë, të ftoj të ulesh aty tek Livia. Faleminderit, thank you. Hi Livia. Ftota gocat, të ftota të kemi këto gocat. Amberi, më lëre Amberi. Amberit ka sha. Të gjatë, ti do të na fusësh në sherr, por loja për ne ka mbaruar. Kushta ka mbaruar? Ska gjë. Ne do am dreka dhe darka, tani jashtë nuk zjemi më. Do e shohim ke post Big Brother sa ka Ska mbaruar problem loja. fare, ikën ato. Loja tani ka filluar, ju thoni ka mbaruar. Okej. Përpara se t'ju lënë një shkëputje shumë të shkurtër, do doja që t'ju rikujtoja që nëse doni të fitoni apartamentin në Buy Long Hill Residence, një apartamenti jashtëzakonshëm i shkëlqyer shpëtim për çdo prej jush, apo një Jaguar F-Pace nga Auto Basha ose Audi A4 nga Auto së Korea, shkoni tani në profilin e Big Brother, siguroni që të gjitha faqet që ndjek profili zyrtar, ti keni bërë follow edhe ju, dhe në këtë mënyrë bëni pjesë e super giveaway. Kujdes, nëse programi ju zgjedh dhe ju keni harruar të bëni follow qofte edhe një profil të vetëm, humbisni shansin të jeni fitues i super dhuratave. Pra duhet i kemi follow të gjithë, po sa ka ky Instagrami? Po ka shumë ai. Kështu që taksirat, në një moment kur shkonin në tualet, për shembull, filloni të bëni follow. Dhe fituesit e apartamentit dhe natyrisht të makinave përzgjidhen në natën e finales së madhe rreth një orë përpara Prime-it në faqen e Instagramit të Big Brother. Kështu që paçi fat të gjithë. Shkojmë me një shkëputje të shkurtër dhe rikthehemi sërish këtu.